Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka prezantuar vizionin e Kosovës për ekonominë e gjeneratës së ardhshme në World Governance Summit në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke theksuar se Kosova është e gatshme për bashkëpunim, inovacion dhe rritje të qëndrueshme globale. 26 vjet më parë vendi doli nga një luftë gjenocidale me vuajtje të jashtëzakonshme, infrastrukturë të shkatruar dhe ekonomi të rindërtuar nga zero. 26 vjet më parë nuk qëndroja në sallat e mundësive. Unë lutesha për të mbijetuar. Për Kosovën paqja nuk është një ideal abstrakt, por çështje jete, sepse kur bota zgjedh të mbrojmë të pambrojturit, jetë shpëtohen dhe krijohen themelet e një të ardhmeje më të mirë. Rritja e gjeneratës së ardhshme në Kosovë mbështetet në 3 shtylla: njerëz të fuqizuar, institucione të forta dhe një sektor privat dinamik, me theks të veçantë e rinia, si avantazh strategjik i vendit me popullsinë më të re në Evropë. Kosova po investon në një gjeneratë të aftë për të formsuar mundësitë e së nesërmës. Ekonomitë e gjeneratës së ardhshme nuk përcaktohen nga pika e nisjes, por nga drejtimi që zgjedhin. Presidentja e vendit Vjosa Osmani, po ashtu gjatë qëndrimit në Emiratet e Bashkuara Arabe, është takuar me presidenten e Tanzanis, Samia Suluhu, dhe ministrin e punëve të jashtme Mahmud Thabit Kombo. Presidentja Osmani ka shkruar se ka pasur diskutim të hapur dhe miqësor në vazhdën e marrëdhënieve të mira mes Kosovës dhe Tanzanis. I dërguar i posaçëm i Slovenisë për Ballkanin Perëndimor, Andrzej Frangesh, ka vazhduar takimet me lider politik. Ai është pritur nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i cili e ka falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme të Slovenisë ndaj Kosovës. Hamza shkruan se me ambasadorin sloven kanë diskutuar për rëndësinë e një çështjeje të koordinuar ndërmjet BE-s dhe SBA-s për forcimin e paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Mira Dyxhiku, është takuar me të dërguarin e posaçëm sloven. Bëhet e ditur se gjatë këtij takimi është diskutuar lidhur me situatën aktuale politike në vend. Dyxhiku e ka vlerësuar Sloveninë si një partnere të rëndësishme për Kosovën. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë të Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar mbështetjen e presidentit Donald Trump rreth anëtarësimit të Kosovës në NATO. Haradinaj tha se këtë çështje e ka adresuar në një takim me kongresistin republikan nga Teksasi, Pete Sessions. Gjatë vizitës në Kongresin Amerikan, kam kërkuar mbështetjen e presidentit Trump dhe të Kongresit Amerikan për anëtarësimin e Kosovës në NATO, ka shkruar Haradinaj. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës dhe ajo e Austrisë kanë nënshkruar planin vjetor të bashkëpunimit bilateral për vitin 2026, dokumenti i cili përcakton aktivitetet konkrete dhe fushat e angazhimit të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Drejtori i Departamentit të Bashkëpunimit të Ndërkombëtar, Ahmet Ajeti, priti delegacionin austriak të kryesuar nga Rothenberger, udhëheqësi i divizionit të diplomacisë ushtarake. Gjatë takimeve u diskutua progresi i bashkëpunimit ekzistues, si dhe objektiva dhe prioritetet e përbashkëta për të ardhmen. Paraditën e sotme ka filluar intervistimi i komisionerëve lidhur me dyshimet për keqpërdorim të procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike. Tashmë, prokuroria themelore në Pej thotë se kanë autorizuar hetimet rajonale të policisë për të ndërmarrë veprimet hetimore. Nga dita e sotme ka filluar procesi i intervistimit të komisionerëve lidhur me dyshimet për keqpërdorime gjatë procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike, me qëllim të sqarimit dhe zbardhjes së plotë të gjitha rrethanave të këtij rasti, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Lidhja Demokratike e Kosovës është larguar nga koalicioni i qeverisës me lëvizjen vetëvendosje në komunën e Mitrovicës së Jugut për shkak të mosrespektimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Kryetari i degës lokale të LDK-s, Gëzim Plakolli, ka bërë të ditur se vendosen për dalje nga koalicioni pasi që propozimet dhe marrëveshjet zyrtare u injoruan nga kryetari Faton Peci. E ky i fundit deklaron se me 3% nuk mundesh me marrë më shumë se sa të takon.
krejt tjetër, po me gjithatë s'po du me të vetë krejt bërq. Unë kam qenë tepër bashkëpunues me shumicën e partive politike dhe asamblezëve të cilët janë në Kuvendin Komunal të Mitrovicës. Qasja ime ka qenë tepër gjeneroze, po nuk mundesh me pretendu me 3%, as me qenë në kryetari komunës, as me marrë ma shumë përgjegjësi që ta kanë, e lere më do të kesh pretendime që të drejtësh gjitha ndërmarrjet komunale, 4 prej sësh që i kemi, nuk mundesh me 3% me pretendu mi marrë edhe përgjegjësinë ekzekutiv, edhe kryesuesin, edhe drejtor në pas kërkesë, edhe për në kryetar dhe për katër ndërmarrje. Kështu që menoj që një herë mirë ne si politik duhet të edukohemi që dhe kërkesat të kemi në proporcion me fuqinë politike që e përfaqësojmë. Tek ura e re për Këmbësor në Mitrovicë është vendosur pllaka për kujtimore në nderim të viktimave të natës së Tmerrit. Kjo pllakë shënon 26 vjetorin e ngjarjes së rënd, e cila ndodhi në natën mes datës 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000. Në atë periudhë, përmes një aksionit të organizuar nga policia serbe dhe grupi paraushtarak Rojet e Urës, u kryes pastrim etnik në zonën veriore të Mitrovicës, duke dëbuar dhunshëm mijëra shqiptar nga shtëpitë e tyre në jug të lumit Ibër. Kryetari i Mitrovicës së Jugut Faton Peci tha se kjo pllakë shërben si simbol kujtese dhe nderimi për viktimat, si dhe si dëshmi e vuajtjeve dhe padrejtësive të përjetuara. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka rinisur gjykimi ndaj shefit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë Driton Gashi, i akuzuar për përfshirje në dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova në rastin e njohur si Gylenistët. Gjatë marrjes në pyetje, Gashi u deklarua i pafajshëm. Më pas, seanca vazhdoi me administrimin e provave, ku prokuroria e rastit Habibe Salihu propozoi që të konsiderohen të lexuara, mirë po mbrojtja e të akuzuarit Gashi propozoi që të ftohet sërish dëshmitar Shkëlzen Sopjani, ish inspektori i AKI-s, pasi që mbrojtja ka pyetje shtesë sa u përket provave të reja. Ky rikthimi i procesit ndodhi pas ndryshimit të përbërjes së trupit gjykues, ndërsa në vitin 2023 gjykata themelore kishte shpallur fajtor i shefin e AKI-s Driton Gashi, duke dënuar me 4 vite e 8 muaj burgim. Prokuroria Speciale e Kosovës ka arrestuar 3 persona të dyshuar për krim të organizuar. Sipas njoftimit, 3 të dyshuarit pohetohen për pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal të organizuar, si dhe hyrje në sistemet kompjuterike. Sipas hetimeve, në këtë rast, i cili ka dhe element ndërkombëtar, të pandehurit dyshohet se nga viti 2021 e tutje, në bashkëkryerje me persona të tjerë, janë paraqitur rrejshëm si punëtor bankash. Dyshimet përfshin mashtrimin, prezantimin e rrem, vjedhjen e identitetit dhe kredencialeve, si dhe shpëlarjes së parave, me qëllim përfitimit të drejt për drejt financiar, ka njoftuar prokuroria, derisa ka bërë të ditur se gjatë kontrollit janë gjetur rreth 12.000 euro. Vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se që nga data 19 dhjetor ka operuar në një regjim të jashtëzakonshëm prodhimi, duke mbajtur 3 bloqet të Kosova A, paralelisht në operim për plot 31 ditë. KEK thekson se ky nivel operimi përfaqëson një ngarkesë të jashtëzakonshme teknike dhe njerëzore për termocentralin. Njësia A5 pritet të rikthehet në operim brenda disa ditëve, duke u bashkuar 4 njësive aktuale gjeneruese, dhe kjo do të mundësoj vazhdimin e operimit të jashtëzakonshëm me 5 njësi aktive në funksion të stabilitetit të furnizimit me energji elektrike në vend, bëhet i ditur në komunikatën e KEK-ut. 2 organizata të shoqërisë civile, Kolektivi për Mendim të Veprim Feminist dhe Organizata Përpjekja, kanë paralajmëruar protestë kundër shtrenjtimit të mundshëm të energjisë elektrike, duke i cilësuar këtë proces të padrejtë dhe të dëmshëm për qytetarët e Kosovës. Protesta do të mbahet këtë të premte në orën 13 me grumbullim tek ndërtesa e Kecit, ndërka që marshimi do të përfundojë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Në reagimin e tyre publik, organizatat theksojnë se që nga viti 2022, qytetarët janë përballur me rritje të vazhdueshme të faturave të rrymës, të cilat sipas tyre janë aprovuar nga zyra e rregullatorit për energji në favor të kompanisë KEC dhe në dëm të interesit publik.
Arsenali është kualifikuar në finale të Kupës Carabao pas fitores me rezultat të përgjithshëm 4-2 ndaj rivalit lokal Chelsea-t. Arsenali është kualifikuar në finale të Carabao Cup pas fitores minimale 1-0 ndaj Chelsea-t në ndeshjen e kthimit me një gol dramatik në sekondat e fundit, duke vullosur fitoren me rezultat të përgjithshëm 4-2. Chelsea ishte skuadra që e kishte iniciativën gjatë ndeshjes në kërkim të golit që do ta barazonte rezultatin e përgjithshëm. Mirëpo edhe përkundër disa tentimeve, lojtarët e trajnerit të ri Liam Ross Senior nuk arritën të gjejnë rrugë për ta mposhtur portierin e dytë të Arsenalit, Kepa Arrizabalaga. Kur gjithçka përshkonte drejt barazimit në sekondat e fundit të kohës shtesë, Kai Havertz me një kundërshtim të shpejtë shënoi golin vendimtar për Arsenalin. Kjo ishte humbja e dytë e trajnerit Liam Ross Senior që u emrua në krye të Chelsea-t në fillim të janarit. Me këtë fitore, Top Gjint sigurojnë finalin e parë në njërin prej kompeticioneve të Kupës në Angli që nga viti 2020, ndërsa për Chelsea-n vazhdon pritja për ta fituar Carabao Cup, trofe që nuk e ka ngritur që nga viti 2015. Sonte vendoset edhe emri i skuadrës që do të përballet me Arsenalin në finalin e 22 marcit në Wembley. Manchester City ka e përsit 2-0 nga ndeshja e parë ndaj Newcastle United. Përballja e sonte do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Manchester. Një dron iranian u rrëzua ndërsa i afroi në mënyrë agresive një aeroplan mbajtëseje amerikane në detin arabik të martën, tha një zëdhënës i ushtrisë amerikane. Një aeroplan luftarak F-35 i cili u ngrit nga anija luftarake USS Abraham Lincoln e rrëzoi dronin në vetëmbrojtje për të mbrojtur aeroplan mbajtësen dhe personelin e saj, fazadhënësi i komandës qendrore të SHBA-s. Anija ishte afërsisht 500 milje larg bregdetit iranian kur droni ju afrua asaj me qëllim të paqartë. Asnjë pajisje amerikane nuk u dëmtua dhe asnjë antar i shërbimit nuk u lëndua. Kjo vjen ndërsa SHBA-t vazhdojnë të ndërtojnë një prani ushtarake në rajon me tensione të larta midis Washingtonit dhe Teheranit. Presidenti i SHBA-s Donald Trump ka kërcënuar të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit, nëse ky i fundit nuk negocion një marrëveshje për të kufizuar programin e tij bërthamor. Ai më parë ngriti mundësinë ndërhyrjes gjatë shtypjes dekjeprurëse të demonstratave antiqeveritare në Teheran. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka paralajmëruar më parë se çdo sulm ndaj vendit të tij do të nxiste një luftë rajonale. Teherani nuk ka komentuar incidentin e dronit të së martës. Të martën, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Lewitt tha se i dërguari special i SHBA-s Steve Witkoff, i dërguari më i lartë i Trump për jashtë vendit, do të marrë pjesë në bisedime në emër të shtëpisë së bardhë. Më herët të martën, presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian tha se Irani ishte gati të negocionte me SHBA-n me kusht që të ekzistonte një mjedis i përshtatshëm. Përpara bisedimeve të planifikuara, Washingtoni ka kujtuar vazhdimisht Teheranit sulmet e SHBA-s ndaj Iranit vitin e kaluar, të cilat Trump tha se kishin zhdukur objektet e pasurimit bërthamor të vendit. Irani ka këmbëngulur se programi i tij bërthamor është rësisht patësor dhe mohon se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.